Gjatë dëgjimit të dëshmitarëve të tjerë, gjyqtarët e dhomave të specializuara do të binden që vërtetësia e dëshmitarëve përkatësisht atyre se çka kanë dëshmuar pranë tyre është e vërteta mbi bazën atyre që kanë me dëshmu dëshmitarët që kanë me propozu prej mbrojtjes e jo prej prokurorit të dhomave të specializuara. Pra, këto do të bëhet diferencimi dhe disbalancimi mes atyre që kanë me thonë dëshmitarët e propozuar nga mbrojtja dhe atyre që kanë thonë dëshmitarët të propozuar nga dhomat e specializuara. Pra, gjyqtari në momentin kur përfundon gjithë procedura, pas dëgjimit gjithë dëshmitarëve, shqyrtimit provat të cilat e dëgjuar, unë besoj që në gjykimin e tij përfundimtar nuk kam ju fal besimi asnjë dëshmitarit i cili ka shkuar me dëshmor rrejshëm, i cili nuk ka pas informacione për luftën, i cili nuk ka pas informacione për personat të cilat po gjykohen dhe në fund do të ketë një gjykim lirues në mungesë të provave, pasi që unë besoj që gjyqtari nuk kam ju fal besimin gjitha provave dhe dëshmitarëve të propozuar nga prokurori i specializuar që nuk kanë mund të paraqesin gjendjen reale përkatësisht të vërtetën mbi personat